E keni parasysh kur aktivizojmë mbrojtjen e baterisë së telefonit dhe telefoni karikohet deri në 80%, pastaj ndalohet së karikuri për të mbrojtur baterinë që të degradojë më shpejt. Por shumë telefona nuk ofrojnë më shumë se 80% si limit përqindje karikimi dhe kjo për shumë persona mund të jetë problem, pasi nuk mjafton për të shtyrë një ditë vetëm një karikim në 80%. Sot do të tregoj një metodë si ta thyeni këtë barrierë në 80% dhe të vendosni një numër të çfarëdoshëm përqindje baterie dhe në këtë mënyrë mbrojni edhe telefonin, por edhe shkojmë më shumë se 80% të karikimit. Atëherë, fillojmë me njëherë nga realizimi i videos, shkojmë tek settings, më pas shkojmë tek modes and routines, shkojmë tek routines dhe klikojmë në butonin plus për të futur një komandë të re. Klikojmë në rreshtin e parë dhe do të gjejmë battery level, nga ku ne do të vendosim nivelin e baterisë që duam që telefoni të karikohet dhe të stopojë së karikuri. Në këtë rast, unë për shembull dua të vendos 98%. Japim done dhe pastaj shkojmë tek rreshti i dytë për të vendosur komandet se çfarë do ndodhi kur të arrijë në këtë nivel. Shkojmë tek battery protection, sigurohemi të jetë on dhe të jetë në maximum settings. Japim done dhe kështu do të formohet një komandë që do të veprojë automatikisht dhe sa herë që telefoni arrin 98%, ajo do të stopojë së ndaluari duke mbrojtur kështu baterinë. Modes and routines është një opsion shumë i nënvlerësuar nga Samsung që ju ndihmon juve të bëni taske automatike që mund t'ju ndihmojnë në përditshmëri. Mjafton ta provoni dhe lini një koment nëse ju funksionoi.